Lëvizja Besa e ka marrë vendimin e gjykatës se është regjistruar në regjistrin e organizatave politike në Republikën e Maqedonisë. Regjistrimi është bërë me emrin e saj zyrtar, Lëvizja Besa. Gjykata ka planuar programin politik dhe statutin e lëvizjes. Këtë e bëri të ditur vetë koordinatori i kësaj lëvizje, Bilal Kasami, i cili ishte mysafir në emisionin debativ Zona e Debatit në TV Globi. Në këtë mënyrë Lëvizja Besa, edhe zyrtarisht me organet zyrtare të formuara konform statusit të lëvizjes, do të ushtrojë veprimtarinë e saj në skenën politike në vend, ndërsa përfaqësues juridik në cilësi të kryetarit të lëvizjes deri në Kongres do të jetë vetë Bilal Kasami. Javën që kaloi më konkretisht ditën e martë ne dorëzuam aplikimin me komplet dokumentacionin i cili ishte i parapam për regjistrim për aplikim. Këtu para të gjithëve do ta përgëzoj timin, ekipin e juristëve të lëvizjes Besa, të cilët e bartën barën më të madhe të kësaj procedure, që edhe një herë, domethënë këtu të tregojmë se të gjithë këtë ne kemi përgatitur me resurse të brendshme, me njerëz cilët nuk kemi kërku ndihmë nga themi njerëz të jashtëm, po konkret kemi angazhuar juristë cilët janë të lëvizjes Besa, dhe kjo ishte një përmbledhje suksesshme të gjithë kësaj procedure, dhe që nga e martë e javës së kaluar sot në mënyrë zyrtare po përmbledh edhe afati ligjor 15 ditë ne e morëm edhe vendimin nga gjykata adekuate që është shkup gjykata themelore 2, dhe që sot ne jemi të regjistruar edhe zyrtarisht si lëvizje apo si subjekt politik. Lëvizja Besa tashmë ka promovuar edhe platformën e saj politike për dalje nga kriza, të quajtur platforma e së ardhmes ridefinimi, e cila vazhdon të promovohet në përvendbanime shqiptare në Maqedoni. Ne do të kërkojmë që Maqedonia të jetë definuar si shtet i maqedonasve dhe shqiptarëve, dhe në kuptohet të gjithë etnive tjera të cilat jetojnë në Maqedoni. Kjo është një variant të cilën ne jemi të gatshëm ta diskutojmë. Nëse maqedonasit janë të gatshëm të themelojnë, të definojnë shtetin në principe të pastra qytetare, ku detyrimisht shteti do të jetë i ndarë nga etnitetet e ndryshme, ne jemi të gatshëm të themelojmë edhe një shtet të pastër qytetar. Por nëse ata nuk janë të gatshëm që të themelohet një shtet i tillë i pastër qytetar, atëherë varianti tjetër është një shtet ku do të jenë edhe shqiptarët pjesë, me të gjithë të drejtat dhe obligimet që i kanë edhe maqedonasit. Lëvizja Besa konventin e saj themeluese ka mbajtur më 22 nëntor 2014, ku promovua Këshilli Nismëtar i Lëvizjes Besa dhe u zgjodh koordinatori i lëvizjes. Në procesin e zhvillimit të lëvizjes deri tash janë themeluar 10 këshilla nismëtar në përkomuna shqiptare, ndërsa ky proces rrjedh edhe në vazhdim.